Në vizitën e parë zyrtare të një kryeministri britanik në vendin ton, Keir Starmer, dhe kryeministri Edi Rama u zotuan për fillim të bashkëpunimit dhe për këtë u firmosën dy marrëveshje ku parashikohet që dy vendet prodhojnë së bashku mjete ushtarake. Veç Starmer e cilësoi vizitën e tij si një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa një urim kishte për kryeministrin Rama për fitoren e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Përgëzime, urime për fitoren zgjedhore këtë javë dhe në fakt është vërtet gjë e madhe që jam këtu në Shqipëri për të hapur atë që unë e shoh si kapitullin e radhës në marrëdhënien e fortë të dy vendeve tona, duke ofruar siguri dhe rritje këtu në Europë, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Por gjithashtu për mua, kjo është një mundësi për të parë nga afër se si po punojnë së bashku dy vendet tona për disa nga sfidat më madhore me të cilat ne përballemi. Të dy kryeministrat folën për modelin e ndjekur në uljen e valës së emigrantëve shqiptarë në Britaninë e Madhe, që prej vitit 2024. Në vitin 2024, numri i shqiptarëve që kanë hyrë apo tentuar të hyjnë në mënyrë të palishme në Britani është disa qindra. Ndërkohë që në momentin kur ne kemi shtyrë përpara për të ngritur task force-n e përbashkët, arriti në 12.000. Dua që të theksoj këtu dhe një shifër që më bën shumë përshtypje dhe na bën shumë përshtypje në tërësi, kur thuhet se 1 në 50 shqiptarë na qenë nga në burg në Britani. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ka marrë statusin e të vërtetës, ndërkohë që në të vërtet shifra është 1.500. Njerëzit duan dhe në fakt meritojnë një sistem imigracioni që është i drejtë dhe që funksionon jo vetëm për interesin ton kombëtar, por edhe që rivendos logjikën dhe kontrollin në kufit tan. Prandaj ju jam mirënjohës ju, i nderuar kryeministër, për mbështetjen tuaj dhe për udhëheqjen tuaj të guximshme për çështjet e migracionit që me cilat përballet kontinenti ynë dhe ecuria jone përbashkët që ne kemi patur pra progresi në uljen e numrit të gomoneve ka qenë e konsiderueshme dhe ka qenë pra një ulje vërtet e konsiderueshme dhe ky është një mesazh dhe shembull shumë i qartë i asaj që mund të arrihet kur dy vende punojnë kushtësisht me njëra tjetrën. Pas disa lajmeve që kanë qarkulluar se Britania po kërkon të hapë qendra për emigrantët e paligjshëm në disa vende të Ballkanit mes tyre dhe në Shqipëri, Rama bëri edhe një herë të qartë se një marrëveshje të tillë nuk do ta bëjë me asnjë vend tjetër veç asaj që ka me Italinë. Na kanë kërkuar një sër vendesh nëse ishim të hapur për një gjë të tillë dhe ju kemi thënë jo, sepse jemi besnik martesës me Italinë dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri. Edhe presidenti Bajram Bega i priti kryeministrin e Britanisë ku vlerësoi vizitën e Starmer si domethënëse në ndërtimin e një partneriteti strategjik mes dy vendeve. Ai vlerësoi bashkëpunimin dhe mbështetjen që Mbretëria e Bashkuar ka dhënë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, duke veçuar shkollimin në akademitë më të mira ushtarake, servitjet e përbashkëta dhe kontributin me trupa në misionin KFOR.